dy gjana duhet mi marrë shejtanit, mos mi alan, për shkak se nuk I takojnë atina. E para, na duhet me e dit që jo shejtani gjithmonë shtyn për keq. Kjo dhe me kanë e qartë për musliman, për shkak se në qoftë se ti veç mësohesh shejtani, dyqysh sikur kur ja dërzon, nuk kam qa me ba, e po shtyn për keq. Ma e men që shejtani ya'murukum bisu, urdhron për të keq, shejtani. Nefsi jon, vetja jon, le amaratun bisu, shumë ma shumë shtyn për të keq se sa shejtani. Do më thanë, jo gjdo e keqe të cilën e ban ti, është prej shejtanit. Kanë herë, ti je imami, që shka thonë Allahu Azza wa Jall, fa atba'ahu shejtan, I ka shku shejtani për mas, ti I prin, a I të vjen. Do më thanë, dije që nuk është krejt e shejtanit, është te jotja kanë herë shumë ma shumë se sa e shejtanit. Kështu që nale vetën, mos ban harame, e mi alon fajt shejtanit, se zdijet I ki fajt ti vetë. Kjo e para. E dyta, ti qysh dokme që shejtani po na shtyn për të keq, po edhe na nuk kem qa me ba, po na shtyn. Kur ju kena dërzu shejtanit që po na shtyn për të keq. Ka duhet me ja marrë shejtanit kit pozit, nuk e ka shejtani kit pozit. Shejtani monet me të ba vezvese, ama ti monesh me nal vetëm. Kusht ka thonë ty që shejtanit qën ka don? Jo, kurse si. S'ka mundësi shejtani me qu ti je komandanti këto. Veç në qofë se donë me shku për mas, a I të vjen me vezvese, fakt. Po ti në qofë se s'donë me shku për mas, a I helen, a I nuk ka mundësi as një perde me livrit të vlajmë. As perden, e mshele perden, por mos me të dokt marrja jote, a I nuk ka mundësi me qelë. A I e qelë të ba vezvese ty, ha qele se kur gjas bëhet. Ama a I me qelë jo, nuk ka shansë. Nuk ka shansë a I. Kështu që veç me dorën tane po në shejtani. E ti mos I shka për mas. Të shte thuti, po, mos me pasu, po, të mendimet nuk po moj me largu, po më shten shejtani. Nuk ka shte vërteta, ti më nëshme në alë vetën. Që veç një shambal, me thonë dikush, I ki 200-300 euro për në sahat. Ane që tesi to, I ka do pytje për ty. Ky testi I ka do pytje për ty, jo që shtira. Ti e të stane, sa vjetë I ke pas kur e shku në shkollë, që ke ba, që ke ka për ty kësë të hatë, që ti ki me dhonë ma shumë mendime në tanë, a me ki 100 euro, po testi dije që veç për qatë ko mushet, do ma veç në qovë se je 100% I koncentrum. E mush ato, e mush edhe me ko, për shkak se koncentruash. Kjo I bjen që me ble kohën tane ti po koncentrohesh, por nuk për blen kërkush kohën tane ti pëlqan ma të një vetën. Edhe të puna jonë po koncentrohemi, për shkak se e ka ble kohën tonë, energjin tonë, po koncentrohemi, dëmë më sa të koncentrohemi, punojmë. Ama jo si të lëshojmë vetën, të ne anisëm me mendime, me pasu mendime të shejtanit edhe me ecë me ta. Aje qelë një tem, na shkojmë me ta. Aje qelë një tem, na shkojmë me ta. Si të paj që është të sherët mshile atem, edhe ba thikër, për menë Allahun Azza wa Jall, thuj la ilaha illallah. Këto e në gjana që duhet me I ditë për shejtan. E tin që ka me thonë shejtani ditën e gjykimit. Ka me thonë, fa kene li alejkum min sultan, kur far pozitës s'kom pas nda juve, s'kom pas forës nda juve, illa nda'autukum, besi ju kum thirë juve. Feste qeptëm li. Edhe ju më këni përgjigjë, ju kum thirë, hajde, po shkojmë sante. Shkojmë, se ja. Pas e urekim sa për në haram. E lusëm Allah në azuzem në rujt, e më në po për atyne që nuk janë nështrojnë vetën tonë shejtanit.